me mjetet komunikimit. Po në me tha, ka ra, tha, na u ka vra, tha, një luftar i mirë, më tha ngushëllim me ty. Dhe unë i thash, komandant, ngushëllim edhe ty. Si për vlla, atyre tha, jemi mërzit, tha po, jemi ka fundi luftës, bisedo me Abdullah Babalin, që ish zvensk komandanti i brigadës atyre, se ishëm të ndamën pjesë, agroni kryesive që ish plagos. Ta bisedo tha me Abdullahin me ekrin me koneki aty, tha mos të bojnë diçka, e me na u vra dhe na ideal tash, se e ka ndash shkëllzenin shumë, e mos të provojnë me bo diçka ashtu pa mendu mirë. Se e kemi hup një luftar të madhë, mos ta hupim edhe na jo tash se jemi veç në fund luftës. Të ndava me ju është 100% e vërtetë dhe unë e kom nalë telefoni edhe qa. A është e mundur kjo çfarë ndodhi? A është e mundur pak ta gjenë forcën një njeri që e ka humbur më të afërmin? Kështu ka qenë. Edhe ta ngushëlloj pjesën e bashkëluftarit është me të vërtetë tipik kështu ka qenë. Është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Është e vërtetë që Ramushin e kanë respektu shumë gjithë ushtarët, kanë pas komandante, kanë pas diçka interesante një lidhje me te, por shkelzenin e kanë desht si mik ushtarët. Shumë interesante. Po, shumë interesante, të falenderoj shumë për këtë moment që po e ndonë bashkë me shikuesit, për ndryshe